Realisht ne diskutum për zhvillimet e fundit që po na vinë në për tema diskutimit, edhe pse nuk janë zyrtare ende, edhe qëndrimi jonë është i njëjtë. Ne kemi qenë pro që të kemi një kandidat për president konsensual, por realisht ato nuk e patën deri më tani. Kemi qenë me zemër që nëse është dikush nga familja Jashari që të jemi për, por e pa me rrjedhojnë dhe na respektojmë qëndrimet e tyre. Derisa ka prap tentime që me çu në çosh opozitën dhe me imponu kandidatin e tyre politik, sigurisht që ne nuk qëndrojmë në çosh dhe do të me përgjegjësi të lartë do të qëndrojmë karshi premtimeve dhe qëndrimeve tona që kemi dhënë vazhdimisht që mos me qenë mbështetës të një pushteti autoritar çfarë po krijon zotri Kurti. Ka kërku votën Andin Hoti dhe keni votë jo për Andin Hoti? Ne respektojmë çdo familje të respektuar, edhe Andinin që kom pas edhe koleg, por besoj që dihet se ai është vatës i partisë në pushtet dhe sigurisht që derisa është në vetëvendosje ne nuk kemi votë për ta. Definitivisht është qëndrimi i PDK-s në sallë. A do të qëndroni, as do të qëndroni me këto çfarë dihet deri tash? Derisa kemi që të qëndrim, ne sigurisht që nuk do të qëndrojmë në sallë dhe po shihet qartë që kemi vetëm kandidaturat të caktuara që janë vetëm për deputet. Dhe më thonë kemi zgjedhje të ashme, kemi kandidat për deputet, po s'kemi kandidat për president. Këtyre çasteve alfondon një takim midis Hamzës dhe Kurtit, pasi të dy janë në objektin e kuvendit? Jo, deri tani nuk ka. Ashtu mundësia për takim në të ardhmen? Derisa nuk ka prezantim dhe afrim të qëndrimeve me ato të Bedri Hamzës, nuk besoj që do të ketë edhe takim. Po, a keni ndonjë emër, zoti Lushtoko? Partia Demokratike e Kosovës ka treguar që është e gatshme me dhënë emrin, po se ka marrëveshje për qëndrimin dhe për marrëveshje politike çfarë do të thosh. Emri nuk treguohet derisa nuk ka për afrim të qëndrimeve, se është absurditet domethënë me jap emra të përveçshëm dhe me shkel çdo dinjitet të njerit nëse nuk ka për afrim të qëndrimeve.